Prandaj, për këto dy arsye, besoj që çdo aktor civil apo politik është krejt legjitim që të kërkojë një qeveri tranzitore, të ushtrojë presion ndaj mazhorancës, të bashkërendojë çdo aktor apo faktor politik për të krijuar mundësitë minimale që Shqipëria të mbajë zgjedhje të lira të ndershme, të barabarta dhe të sigurojë që rotacioni i pushtetit të mos jetë diçka e pamundur në Shqipëri, sepse është bërë pothuajse një mollë ndaluar përgjithsisht për shkak të keqpërdorimit të jashtëzakonshëm që partia në pushtet i bën burimeve shtetërore në funksion të krijimit të avantazhit elektoral për veten e saj. Një nga iniciativat që ka ndërmarrë Forumi për Dialog është unifikimi i opozitës, edhe sa i përket mënyrës se si zhvillojnë protestat në Tiranë. Në aksionin e fundit të Partisë Demokratike, protestën e fundit të Partisë Demokratike, numrat në bulevardin Dëshmorët dhe Kombit dëshmuan që, mund themi, nuk kishin të atilla që të garantonin apo të inicionin një presion të madh ndaj qeverisë që të marrë seriozisht kërkesat e opozitës. Dhe natyrshëm lind pyetja, duke qenë se ju jeni pjesë e Forumit për Dialog, përse nuk kemi ende një unifikim të opozitës shqiptare në aksionin e tyre, dhe kur them aksion nuk e kam në diskursin politik publik, po e kam në organizimin e terren siç janë protestat kombëtare. Shiko, ne kemi punuar gjatë kësaj periudhe në parapaskën me gjithë aktorët politik. Mendoj që kemi bërë hapa të rëndësishëm në disa çështje që janë strukturore, që kanë bënë për shembull me reformën zgjedhore. Dhe ka disa hapa të rëndësishëm në këtë drejtim, ka progres, aktorët politik janë pothuajse dakordsuar në këtë temë dhe shumë shpejt ne do të kemi njoftimet më mëteshme, do të kemi tryeza ku do të shpalosim idetë tona dhe do të sjellim gjithë aktorët politik opozitar së bashku në një qëndrim të përbashkët sa i përket reformës zgjedhore. Mendoj që ky është një hap i rëndësishëm. Është një hap i cili ka gjasa të krijojë opozitës mundësi strukturore që ajo të garojë në mënyrë drejtë dhe barabartë dhe të afrohet drejt një rezultati zgjedhor i cili mund ta sjellë në pushtet. Megjithatë, kjo nuk mjafton. Kjo nuk mjafton sepse do duhet që opozita, Partia Demokratike si partia më e madhe opozitare, udhëheqëse e bllokut opozitar, të reformohet, të afrojë individ të spikatur, shoqëri civile, akademik, sipërmarrës, njerëz të cilët kanë kontribut në jetën publike të vendit dhe të ndërtojë një alternativë politike të besueshme. Pra të ofrojë një projekt politik i cili është i ndryshëm nga i mazhorancës, është i besueshëm, është vizionar dhe u jep mundësi shqiptarëve që të ndërtojnë një të ardhme më të mirë. Mendoj që në këtë pikë Partia Demokratike dhe opozita në tërësi nuk ka performuar mirë edhe gjykoj që kjo është edhe një ndër arsyet kryesore që shpjegon numrat e pamjaftueshëm në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Megjithse personalisht gjykoj që pavarësisht se protesta është mjet politik legjitim, mendoj që nuk është instrumenti kryesor nëpërmjet të cilit opozita do të vinë pushtet. Rruga drejt pushtetit do të jetë një proces, është një proces, do të ketë disa procese të vogla brenda, do të ketë disa ngjarje të cilat do të kulmojnë normalisht me fitimin e zgjedhjeve. Dhe kutitë e votimit janë instrumenti kryesor, mendoj unë, ku opozita do duhet përqendrohet dhe të shpenzojë gjitha energjitë e nevojshme për të mobilizuar opinionin publik që në zgjedhjet e ardhshme, kurdo që të mbahen ato, ajo të rezultojë mazhorancë. Pra që ta realizojë këtë me sukses, mobilizojë një masë kritike njerëzish, opozita duhet bashkohet, duhet ofrojë një platformë politike të re, vizionare, besueshme, me një mesazh politik thjesht dhe me gjitha të ofrojë opinionit publik shqiptar, pra zgjedhësve shqiptar, njerëz të cilët kanë integritet, kanë formim profesional, kanë edhe kontribut publik, çka do të bëjë që besueshmëria e shqiptarëve tek opozita si alternativë qeverisë të rritet dhe t'i garantojë asaj ardhen pushtet. Mendoj që këto janë parakushte të panegociueshme
në shtegun dhe në rrugën, do thoja unë, e pushtetit për opozitën.